secili prej neve në këtë dunjë, atë që na ka dhënë aftësi Zoti xhela xhelaluhu, duhet me pas një projekt. Se sot jemi, nesër nuk jemi. Dhe ditët që i kemi janë fletat e punëve tona. Ditët i kemi disponim, atë që kemi punu, ajo do të shkruhet në fletat, që secili ka një regjistër. Dhe secili do t'i dalin para Zotit xhela xhelaluhu, do t'i dalin punët që i ka bërë në dunjë. Dhe për këtë nuk e di njeriu se sa do të jeton. Do të jetë gjatë në këtë botë apo do të jetë shkurt. Për këtë secili, i vogël e i madh, që është në moshën e pubertetit, moshën madhore, që i din gjërat dhe i shkruen punët e mira dhe punët e këqija, atëherë duhet të pas dert se çka ka me lënë pas vete. Për këtë Allahu dhul xhelal në Kur'anin e Kerim thotë: "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah." Çka do të bëni për punëve të mira, do ta gjeni te Zoti xhela xhelaluhu. Dhe për këtë, bën mirë në këtë dunjë, do të del. Ajo që punon njeriu mbi tokë, do ta gjen ndër tokë. Ajo që do të del ndër tokë, në varr, ka me dalë edhe para Zotit xhela xhelaluhu. Ke bë mirë, do të gjesh mirë. Ke bë keq, do të gjesh keq. Askujt si ban Zoti xhela xhelaluhu zullum. Dhe për këtë, nëse jo xhallar, dhe ju si xhamatli, secili në profesionin e vet, ku gjendet në vendin e vet ku jeton, duhet me bëu diçka për veten e vet. Me pasë ku gjendet ky njeri. Çka mundet me bëu për vete dhe për të tjerët. Se e mira ndonjëherë del kalon edhe te tjetri, po ndonjëherë dalet vetëm tek ti. Siç janë obligimet që i ki karshi Zotit xhela xhelalu, farzet do të kanë bëjnë me ti, po ndonjëherë e mira duhet edhe të del te tjetri. Që çat mirë që e ke ti ta gëzon edhe tjetri, ta sheh hajrin edhe tjetri dhe ai bëhet sebeb që ti pasi që të shkosh te Zoti xhela xhelaluhu, çato të mira që i ke bën ndonjë, që e mirë që ka te kalu te tjetri me apo hajrin ti në dunjë dhe në ahiret. Dhe për këtë, pejgamberi alayhi salatu sallam, po të morëm edhe nga jeta e ashabëve, me pas ashab s'kan jetuar shumë. S'kan jetuar shumë edhe me pejgamberin alayhi salatu sallam, dikush ka jetuar shumë pak. Ka pas gjem që kanë dhënë me pejgamberin sallam diav. Kanë 3 javë, dhe ka po pejgamberi sallam se janë lodhur, ka thonë, a keni familje dikan? Kanë thonë po. Ka thonë pejgamberi sallam, shkoni në familjet tuaja se i ka pas janë mërzit. Dikush ka jetuar në Islam 5 vite, 6 vite, dikush ka një i ri në Islam. S'ka jetuar shumë me pejgamberin sallam, po atë kanë bërë shumë punë. Dhe për këtë, sot e kësaj dite përmenden punët e tyre, veprat e tyre, pse janë të vdekur pas 14 shekujve. Se kanë pas projektet e kanë ditë se sot janë, nesër nuk janë. Edhe ne, sot jemi, nesër nuk jemi. Çfarë projekti kiti si njeri? A ke bërë diçka? Që thot pejgamberi sallam se të vdekurin e përcjellin 3 gjëra. E përcjell familja, e përcjell pasuria, e përcjell puna e vet. Dhe thotë yarji'ani ithnan, di kthehen. Kthehet familja, kthehet pasuria. Wa yabqa 'amaluhu, dhe mbetet me njeriu vepra e vet. Çka ke punuar këtë botë do ta merresh. Ke bë mirë, ke më marr mirë. Ke bë keq, ke më gjet keq. Ban mirë, mirë ke më gjet. Allahu xhelal, kjo është peshori e Zotit xhelal xhelal, se askuj si ban Allahu xhelal padresi. Musliman, jo musliman. E kur të vjen ai moment çka ke bë? Çka ke lënë pas vete? Secili duhet me pas gajle dert, se sot jemi, nesër nuk jemi. Sa njeriu ka qenë vitin e kaluar, sa nuk është. Kanë jetuar njerëzit më të mirë, më të ndershëm, më musliman, sot nuk janë. Edhe për neve, atë që e tha Omeri radhiyallahu anhu se po thoni vdiç filoni, ka me ardhur momenti që edhe ne nuk do të jemi. Kanë me thonë kanë disa, po sot nuk janë. Edhe Omeri tha po thoni vdiç filoni, ka me ardhur momenti që edhe Omeri do thoni ka vdek. Për këtë duhet me pas secili për neve një projekt, me lënë një gjurmë pasi që të shkosh. Dhe për këtë pejgamberi selam ibn Omeri, djali Omerit radhiyallahu anhu, thotë se erdhi një njeri te pejgamberi alayhi salatu selam dhe pyeti dhe i tha ja Rasulullah, ayu nasi ahabbu ila Allah, cili njeri është më i dashur te Zoti xhela xhelaluhu, wa ayu al-a'mali ahabbu ila Allah, dhe cila punë është më e dashur te Zoti xhela xhelaluhu. Pejgamberi selam i ka treguar njeriu se njeriu më i dashur te Zoti xhelalu ka thonë ai i cili është më i dobishëm për të tjerët. Ai shif nuk ka thonë se ai i cili është i mirë për vete. Se mjafton njeriu me qenë egoist, me bën punë për vete dhe të tjerët mu shkatru, me deviju krejt kushit, krejt vendi ku jeton, mos me pas dert as pak. Nuk guxon muslimani kështu me qenë, me pas dert, me pas të mira për vete dhe me largu të keqen, por me pas një kusht edhe për tjetrin. Mos me thonë ti në xhenet, të tjerët ku do në të shkojnë.
I tha pejgamberi selam, njeriu më i dobishëm është ai cili është i mirë për vete dhe është për të tjerët i dobishëm. Ta sheh hajrin familja, ta sheh kushia, ta sheh rrethi shoqëria ku po jeton. Dhe i tha pejgamberi se puna më e dashur te Zoti xhalla xhelalu është që ti ta gëzosh një musliman. Ja futesh në gjoksin e tij gëzimin. Ta bësh të lumtur një njeri të pikëlluar, ta bësh të gëzuar një njeri të varfër, ta gëzosh një jetim. Kjo është puna më e mirë që e do Zoti xhalla xhelaluhu. Pastaj tha pejgamberi selam, apo t'ja largosh një breng, një gale një muslimanit. Ta ndihmosh dikën, ka derte, gale, halle të dunjos. Ta ndihmosh njeriu me ja largu atë gale atë halle. Pastaj tha pejgamberi alayhi salatu selam, e shifni se si vijon në hadithi pejgamberit alayhi salatu selam. Këtë ka të bëjë me tjetrin. Se sot dihet, nesër nuk je, ama çaja vepër që ja bën tjetrit ka më të bëj se vapi edhe pasi që të shkosh në varr. Dhe tha pejgamberi selam, ose t'ja paguajsh ndërkujt një borxh. T'ja heqësh një breng njeriut, ta ndihmosh, e kanë ardhur shumë gjëra në këtë hadith që duhet njeriu të ndihmon të tjerëve. Me ja paguajt borxhin, me ja hek një gale, me ja hek uri njeriut. Pastaj tha pejgamberi alayhi salatu selam, tha, vallahi tha, me ndihmu thot, unë thot një vëlla tim musliman, të eci me të, derisa ta krije galen dertin, tha e habbu ileja, tha për mua është më e dashur se me qëndru një muj në itikaf. Një muj në itikaf në xhamin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, jo në xhami tjera. A shihni se sa ka vlerë ti ndihmosh tjetrit. Po dhe kjo është projekt, se sot dihet i nesër nuk je. Çaj punë që e bën ka me të mbet. Dhe për këtë kanë thonë ulemat se njeriu nëse është në itikaf, nëse është nevoja që të thirrët të del jashtë prej itikafit, për të ndihmuar të tjerët duhet me dal. Me ndihmu tjetrit, me ja hek gjitha këto gale derte që i ka të dunjos. E shifni se sa vlerë ka që me ndihmu të tjerët. Itikafi ka vlerë, nuk diskutohet. Të rish ibadet të bash në Ramazan, 10 e fundit, a më ndihmu tjetrit. Kana më e dashur te pejgamberi selam se sa me qëndru në itikaf. Për këtë, njeriu nuk duhet me thonë se vallë filoni kështu, po punon s'po punon. Na duhet me ndihmu se kemi borxh për të gjallët, kemi borxh edhe për të vdekur, që ta përcjell njeriu, ta pason të fal xhenozën dhe ta përcjell të vorrat. Kështu ka qenë pejgamberi selam, i ka treguar njerëzve se çka me punu, çka me bë. Nëse kemi pejgamberin alayhi salatu selam në prezant, po ja shikoni, fjalët punët e tij janë sigurisht se me qenë pejgamberi alayhi salatu selam gjallë. Secili sa ka mundësi të bën një plan, një projekt, pastaj të fillon të zbaton dal nga dal dhe të harton mirë, se nuk është lehtë njeriu të bën diçka punë të dunjos, po kështu edhe për në ahiret, duhet me çu shkallë pas shkallë. E shifni se pejgamberi selam Ebu Bekri ka kërkuar shpesh, ka thonë ja Resulullah, hajde po largohemi prej Mekës. Ebu Bekri nuk e ka ditë se pejgamberi selam këtë gjë di më mirë. Po disi ju ka dhimbë pejgamberi selam dhe i ka thonë po dalmi prej Mekës. Çka i tha pejgamberi selam, ka thonë pritu Ebu Bekr. E kur ka ardhur lajmi nga Allahu dhul xhelal, kur ka shku, mi dhon lajm njeriu më të besueshëm, njeriu që ka dashur më shumë. Po këto shive që ka qenë besniku më i madh Ebu Bekri. Ka shku te Ebu Bekri një kohë që nuk ka pas tradit zakon me shku pejgamberi alayhis salam. Dhe Aisha thot vallai s'kam pa njëri që çan për gëzimit. Kur ia dha lajmin Ebu Bekrit pejgamberit selam se ti do të jesh shoku im, shoqëruesi im në këtë udhtim, ka filluar me çajt Ebu Bekri. Dhe i tha, ja Resulullah, unë do të jem shoqëruesi në këtë udhtim. Tha po Ebu Bekr, ti ke më qenë. Wallahi thot Aisha, kam pa thot të çajt babën tim. A di se sa mirë, sa bukur a dosh kohë, a dosh trimëri me pas në këtë udhtim se ti ka shku koka nëse je zon. 100 deve i dhash problem kush e zën pejgamberin të gjallë të vdekur me Ebu Bekrin. A di sa mirë ka hartu pejgamberi selam, ka bërë një projekt se si me u largu prej Mekës. Fillimisht i tha Aliu ti ki me të qëndru që tonë në gjumë. A shifni se sa kanë dasht pejgamberin alayhi salatu se Aliu ka qenë i ri, llogaritet prej sahabëve të ri. Se kur ka ardhur pejgamberi selam, kur është bërë pejgamber ka qenë ndoshta as 10 vjet që ka pas. A më i ka thonë pejgamberi selam, ti ki me flet shtrat, edhe Aliu e ka pas rrezik. A më i ka thonë pejgamberi selam, rrit çeton kimenit. A shifni sa besnik. Kështu e kanë dasht pejgamberin alayhis salam e sahabët e tij. Dhe për këtë i ka dashur pejgamberi alayhis salam shumë. Sikur i ka thonë çati rriu kri. Neve se thot dikush më i madh rrit çeton tis një orë, në ditën orë e lën. Kështu është njeriu. A më kur e don dikan, çka thotë, mirë, keq, ti ki me të qëndru aty. Dhe ka filluar pejgamberi selam prej te Aliut, kur ndoi në shtratin e tij, edhe aty ka qenë rrezik. Ka mund Aliu me shku me kokë me gjithë.
Ama i ka thonë pejgamberi selam, e ka di se hajr, i gjallë i vdekt. Ti ke më qëndru çati. Pastaj Ebu Bekrit i thot, Ebu Bekr duhet na më largu prej këtu. Me gjithë momentin kohën se kur me hik. Krejta dosh kjo me bën një projekt me artu mirë. Se një dështim do shta të shkon gjithë ky projekt që e ke hartu të shkon poshtë. Dhe për këtë Ebu Bekri ka marrë çobanin, bariun e vet, e ka marrë bien e vet, djalin e vet, gjithë këto kanë në këtë projekt. E shihni se kolektivi bën dobi. Thotë për selam se dora e Allahut xhelal është me xhamatin. Aty ku është xhamati, ku ka mirëkuptim, nuk mundet me qenë gabimi më i madh se ku është njeriu me një pakisë njerëzish. Se xhamati e ka bereqetin e vet. Bia e vet, djali i vet dhe çobani i vet. Tre vet. Gjithë këto kanë qenë përfshim në këtë projekt, se ka qenë projekt i madh. E shifni pejgamberi selam, ka qenë rrezik për të, ka qenë rrezik për Ebu Bekrin me marrë këtë udhtim me udhtu prej Mekës në Medinë. 4 orë, 5 orë, 6 i ban me vetur, me autobus. Po në kom, e dasht një javë. A me ka hartu mirë pejgamberi selam planin dhe pastaj ka fillu me zbatu. Dhe ka dalë mirë me sukses. E shifni ata, gjithë e kanë bërë për të mirën tonë, që sot në me ardhë dhe me pas gjithë këtë liri. Dhe për neve, se cili du me shiku se çka ki bon ti deri sot, 46 vjet, 50 vjet, çka ki bo? Po unë plak, ka met edhe pak dush me bo. Pa qëtër ti me pas diçka se, po vdis ka njeriu, pasuria po këthe ka, krejt po të lojnë, e shevallë, e du babën, e du nonën, krejt kimi dash. Apo me thonë hinti vend babës, nonës, askush nuk pranon. Do njën do shta të jap do një pjesë, do një organ, amo çati me hi, nuk pranon askush. E di se Allah si ka ardhë koha për me shku ati. Kime mbet vetë, kime mbet me qëtë punë të tua që i ke bënë në dënjo, vetëm një shefin kime morë me vetë. Edhe e do të kalbet, do të prishet. Dhe nëse ke pas në një projekt, sa ke qenë gjallë, ke lonë një gjurë, vëllë kanë me ta pa hajrin të qjerët, dhe ti kime pa hajrin. Dhe për këtë, Sufjan el Thauri, kur kanë ardhë lipsat në shtëpinë e tij, i ka mirëprit, ka thonë, merhaban bimen yughsilu dhunubi. Ka thonë, mirë se vinë, jo ju, që po bani shkak që neve me në pastru më katët Allahu dhu xhelal. Është gëzu, nuk i ka përzon lipsarët. Po ka thonë, mirë se vini, se ti bo shkak, unë me të ndihmu dhe Allahu dhu xhelal me në i falë gjenat. Kështu njëri duhet me lënë diçka pasi që të përcillet prej kësaj bote. E sapt kanë qenë disa shumë të ri, apo kanë lënë gjurmë të madhe mbi sipërfaqen e tokës. Pa të shkojmë te Imam Buhariu thotë, një ditë thotë, një hoxh thotë, tha mezhlis, më mundu dikush mi mbledh çto hadithet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i bë bashk. Dhe thotë, edhe unë thotë kisha si ide se hadithet pa të fillu më shpërnda. A më kur më tha hoxha se duhet dikush me morë këtë punë me bo, thotë më shkojnë në mendjen time se unë kam me bo. Edhe ati për ati ka fillu Imam Buhariu me kompletu këtë libër që sot gjendet tek muslimanët. A dasht lodhe, a dasht, a ka pas mund, shumë mund, që të është ati për ati i mbledh shumë informata. Ama atër a dasht me shku në Irak, a dasht me shku në Mekë, a dasht me shku në Medinë, këtë në komi ka bo. Nëse ke pas një deve, një kali, ka qenë shumë mirë, për nëse s'ke pas, a dasht ato vëlltime me i bo në kom. Aja e ka fiksu në kokën e vetë se duhet me bo një projekt dhe duhet me lënë diçka. E shifni, Imam Buhariu, Imam Abu Hanife, Maliku Shafiu, Ahmedi, ka pas dësha ulemo më të mdoj se ta pas tjere. Ama Allah që ta e ka ngritë, si të njëri që i përmen këta 4 hoxhallar dhe mës të thëtë Allah i më shiroft. Edhe Imam Buhariu, a ka njëri që lexon sot diçka prej librit ti dhe mës me thonë Zoti më shiroft. E shifni, ka shku. 194 ka lind, dhe thot, llogarit e para 1200 vjetë. Ama sot libri ti lexohet. Edhe na sot jemi, nesër nuk jemi, duhet secili në drejtimin e vet, me bë diçka për veten e vet. Se askush këtë kanë me të harru. Siç po i harrojmë na atë çka i përcjellmi, kanë me na harru edhe neve dhe ndëgjosha një hoxh se një njeri ka vdek, kalon shumë pasuri. Dhe testamenti për me u shpërnda s'ka pas kush njerëz më të afërt. Gjallë, jo, s'ka pas derisa e kanë gjetur kushëri shumë larg. Familjar që ju ka taku pasuria. Dhe kur ka nda gjikasi, thot, shumë, ka qenë me miliona, nuk ishte mpiqe me qindra, miliona. 20 milion një unit i ka rot, tjetër 30.000, dikun $100 milion ka qenë pasuria ati që e kalon. Dhe gjikasi ju ka thonë, po lene be diçka një unit i thot, apo le diçka për këtë sadaka.
janis, aty për aty arsijet. Kam borxhe, kam 20-30 milion, sëm pilon borxhet. Vend tjetri thot, prapë lut, thot, lënë me diçka për këtë. Thot, vallai, thot, ki mu paskoni mirë, mu paskoni mençur, ki kish lënë diçka për vetë. Si kish mbledh gjithë këtë pasuri që sot ti më thon mua jap. S'ka thon asnjë dinar. Ju ka ardh aty për aty pasuria. Ish pa mund, ish pa lodhe. Kia lodh duke të buk 100 milion dhe në fund ka met që njeriu me ardh me mor dikush hazër këtë pasuri, këtë trashëgimi dhe asnjë dollar me dhon për ata. Edhe për neve njëjtë është. E vladi ka me të harru, gruaja ka me të harru, këtë kanë me të harru. O që ke punë që keme bo sot, nuk ka me të harru asnjëherë. Keme po hajrin ti fillimisht. Pastaj ka me po hajrin edhe tjetri. Dhe për këtë Imam Buhariu ka shku, është lodh shumë, 16 vite e dasht me të buën hadithin me këshira i sakt, kush e ka përcjell, me falë në direkat të rrëuda, me me shkrujt, është dasht shumë punë. Ama ja ka ndu vetës këtë obligim, se duhet me bo dikush edhe e ka bo. E kur ta hartojsh mirë planin, pastaj del letë se Allah dhe Xhelal ta jep suksesin. Sot e kësaj dite, ka me që libri i tij me qenë libri më sakt pas Kuranit Kerimit. Edhe sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kush e lexon Buhariun nuk dishon, edhe me pas një hadith, mos më qeni vërtet valla thot pa thoni Imam Buhariu. Edhe pse është munduar që mishtini gjitha hadithet e tij të sakta. Për këtë edhe për neve vlen. Me lënë ndonjë gjurmë pas që të vdesim me na përmend për hajr. Dhe për këtë është një pejgamber që nuk ka namazli që e fal namazin dhe mos më përmend. Është pejgamberi selam në të jashtë, secili thot Allahumma salli Allahumma barik. Apo Allahumma salli Allahumma barik i knotin në fundin në reqat, në të jashtë. Thotë o Zot, më shiroj, falë familjen e pejgamberit selam ata që kanë besuar. Ama është një pejgamber që ka pas dëshirë dhe ka bo lutje. Ka thonë Rabbi ij'alli lisane sidqin fil akhirin. Ka thonë o Zot, më bën që të jem breze që vjen pas meje të më përkujtojnë për të mirë. Ai pejgamber ka qenë Ibrahim alayhis salam. Ai shifni, Ibrahim alayhis salam ka pas qef, ka bo luqet e Zotit xhel xhelalu që Allahu dhe xhelal kush do të vjen pas ti me përmend për të mirë Ibrahimin alayhis salam. A ka njëri i cili fal namaz dhe me thon spiknoj Allahumma salli Allahumma barik. Derisa çet kjo dënjo. E ka lutur Allahu dhe xhelal që Zoti xhel xhelalu me bë përkujtues të mirë për brezat që vinë. Dhe Allahu dhe xhelal ja ka pranuar luçjen Ibrahimit alayhis salam. Se ka pas këtë ide. Ka thonë unë sot jam, nesër nuk jam, të lë diçka pas vete. Dhe ashtu ka ndodhur. Mësoni valla të pejgamber kanë qenë. U ka pranuar Zoti dot. Valla ata kanë qenë pejgamber. Edhe ne jemi rob të Allahu dhe xhelal, na ka ndëruar Zoti, na ka bë umat i pejgamberit alayhis salam. Me qenë sinqert Allahu dhe xhelal mos më shpejtu ndo luçjen e pranon Zoti xhel xhelalu. E për këtë Ibrahimit alayhis salam ju ka pranuar kjo luçje dhe ja ka vënë si dhurat, si e dije pejgamberi selam që kur është taku në Miraj i ka thonë çoj selam umetit tan. Dhe pejgamberi selam ka thonë lëmosë si shpërblim për Ibrahimin alayhis salam e ka bërë që të lexohet Allahumma salli Allahumma barik dhe të përmendet emri Ibrahimit alayhis salam. Ama i ka pas projekt se nëse jam sot më përmend për zgjallë dikush, po nesër kur nuk do të jem, kush ka më përmend? Që këtë vepër e mirë që e bën, që këtë mirësi që e bën tjetrit, ka më ndihmu Zoti xhel xhelalu. Dhe për këtë ajetin që lexova, çka të punoni mirë, do ta gjeni te Zoti xhel xhelalu. Në qoftë se është sa një ngrimse e atomit. Punë mirë do ta gjeni te Zoti xhel xhelalu, po nëse është edhe sa një ngrimse e atomit, punë keqe, prap do ta gjeni te Zoti xhel xhelalu. Dhe për këtë thot pejgamberi selam, asnjëherë mos e mendoni një punë të vogël se nuk do të bën dobi. Ka thonë pejgamberi selam, nëse keni mundësi të ruhani nga zjarmi i xhenemit edhe me një gjysmë hurme, jo një hurmë, me një gjysmë hurme nëse mundesh të ndihmosh veten të ruhesh nga zjarmi i xhenemit, është mirë që njeriu ta jap edhe çat gjysmë hurme nëse s'ka më shumë sadaka. Për këtë pejgamberi alayhis salam kur i paraqitet Xhibrili herën e parë, është frikë shumë. Dhe për këtë pejgamberi selam Hatixhen edhe pasi që ka vdek e ka përmend shumë. Sa që njëherë Aisha disia lodh. Si cila gruaja xhelozon. Ti kishe digrotri ta përmendësh tjetra xhelozon. Po pejgamberi selam që i ka dhënë urtësi, mirësi i Zotit xhel xhelal, aty për aty i ka zgjidhur ato problemet familjare.
dhe është mërzit, është frikë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dhe kur vjen te Hatixha i friksum, ethet e kanë kop. Dhe i ka thonë mbulum. Çka i thot Hatixha për ta stabilizuar pejgamberin, se për mi thonë se ti nuk je njeri i keq. I ka thonë ja Rasulullah, ti mos mendo se Allah do të poshtron. S'mund e Zoti njeriu në mirë, njeriu musliman të devotshëm ta poshtron. Ja ka ranit Hatixha, ka thonë ti e ndihmon të varfërin. Ti e ndihmon njeriu në cili s'ka askënd. Ti e ndihmon kushien, ti e ndihmon këtë, gjitha punë të mira. A e shifni se të mirën pejgamberi sallam e ka të i kalu të qetëri. Gjitha punë që i ka bërë pejgamberi sallam, nuk ka qenë pejgamber. Apo ja ka përmend Hatixha, i ka thonë ti ke bërë këtë punë, s'mund e Zoti tije me të poshtru, me të friksu. Ka thonë mos ki frikë thot, se kjo është hajër për tije. E shifni se sa punë të mira ka bërë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ata gjithë kanë pas projekte. Ebu Bekri ka qenë shoku i pejgamberit alayhi salam, i përgëzuar me xhenet. Kur e kanë largu prej Mekës, e takon një mushrik Ibn Daghine, dhe i thotë Ebu Bekr, ku i të shku? I thotë vallaj, thotë, kanë për zonë. Pse Ebu Bekri ka bo namaz, ka ngrit pak zonin dhe ju ka pengu me kasve, ka thonë, ti dush me dalë për Mekë. Ka pranu Ebu Bekri. Amo kur e takon që ki mushrikju, s'ka qenë musliman, ku po shkon Ebu Bekr, ka thonë vallaj po dalë, se po më përzonjë. Ka thonë vallaj ti zban me dalë pikë me Ebu Bekr. Po pse zban? Po ti je njeri mirë. As ti zguzon vetë me dalë, po edhe ti zguzon dikush me nxjerr. A shifni mushrik ka qenë. Po ti ka thonë Ebu Bekr, ti ndihmon të varfërin, ndihmon kushien. Gjithë ndihmon. Një njeri i tillë si ti zguzon me dalë. Dhe ka kthi prapë në Mekë Ebu Bekrin. A shifni se sa kanë bërë mirat, po e kanë ditë se sot janë nesër i përgëzuar me xhenet. Dhe për këtë i ka thonë Omeri radhiyallahu anhu et'abtaka man ja'a ba'dak. Ka thonë ke lodha që ka ardhur pas teje. Pse ka bërë shumë punë të mira Ebu Bekri. Edhe ka shtim mushriku, e ka kthit në Mekë dhe i ka thonë rrit çto rahat. Edhe natë nuk është vonë asnjëherë. Se çeli sa mundet njeriu ku e sheh veten se Zoti xhelal xhelali ka dhënë aftësi, duhet që ti mu përqendru dhe me bë një projekt, me lënë një gjurmë pasi që të shkon në botën tjetër, Allahu xhelal ta lën dikant që e përmend për të mirë. Ashtu siç ka kërkuar Ibrahimi alayhis salam, thonë Zot, më bën që brezët që me pasmejet me përkujtojnë për të mirë. Dhe Zoti xhelal xhelalu ja ka bërë mundur që sot dhe kësaj dite Ibrahimi a.s. të kujtohet me të mirë dhe mos prit falënderim për njerëzve. Allahu xhelal është ai i cili na shpërblen. Çdo punë të bën njeriu për hir të Zotit xhelal dhe atë ditë kur të del para Zotit kanë me dal ato punë që i ke bën ndonjë kanë me ndihmu në varr, kanë me ndihmu atë ditë kur të dalë para Zotit xhelal. Dhe për këtë sahabiu i cili ka hyrë në Islam 30 vjet, 36, 7 vite ka vdek, Sa'd ibn Mu'adh. Po kur është dridh arshi i Allahu xhelal, kur ka shku lajmin qiell se vdiq ky njeri, ky djalë i ri, 36 vjet shtat. Shifni shumë pak kanë jetu. Na thonë lemon pse është dridh. Me laçet janë mërzit 70.000 melek kanë ardhur me ia fal xhenozën, plus shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Por ki ka bërë shumë punë të mira dhe s'kan pas një njeri ndoshta të tillë se mi ngrit punë të lartë te Zoti xhelal xhelalu. Dhe për këtë kur ka shku lajmi lart në qiell, janë mërzit melekët dhe kanë zbrit me ia fal 70.000 melek, me ia falën xhenozën. Na nuk duhet me prit 100 vjet me jetu që me bën ndonjë punë të mirë. Edhe sapt kanë jetu pak. Apo kanë bërë shumë punë të mira dhe jetën njeriu duhet me lutë Allahu xhelal sa të jem të bëj punë të mira Zot. Kështu. Se mos Allah mundet me jetu gjatë dhe mos me qenë në udhën e Zotit xhelal xhelal dhe shkat vina jetë. Po me jetu, aqë Allah na ka shkruar me jetu 67 vite që është mesatari e këtij umetit, po me jetu aty ku Allahu xhelal është i kënaqur. Dhe mos me deviju, me mundu që me lutë Allahu xhelal, kemi Ramazanin, është rast i mirë për hoxhë, për të tjerët, me u kthi, me u pendu ko pas kohe me ripërtri besimin imanin njeriu dhe mu drejtu mirë te Zoti xhelal xhelalu se e shifni se koha si po shkon sa shpejt. Kështu ka me ardhur edhe momenti që me adërzu shpirtin melekul mauti, shpirtmarrësit dhe me ta çutë te Zoti xhelal xhelalu dhe me të hap dirë të qiellit, me thonë mirë se vjen në shpirt i mirë. Ke qenë në një trup të mirë dhe kanë me të çel dirë të lartë në qiell. Dhe për këtë nuk është vonë asnjëherë njeriu me mendu diçka për vete me bë pasi që të përcjellin të gjithë. Ashtu siç harrohet e kaluara kanë me na harru edhe neve. Valle po, e vlad, i kujtohet ndonjëherë. Ama nëse na bëjmë një projekt të mirë që me lën gjurmë edhe pasi që të shkojmë në botën tjetër, nuk
mërzitet njeriu dhe pse vdes. Dhe për këtë tha pejgamberi alayhi salatu selam, tha njeriu t'i shkon sevapi, tha, edhe nëse është i vdekur në varr. E çta secili duhet me pa vetë se a gjendet që këtë hadith. Hadithën e parë e largon muslimonit një kushir, një njeriu nevojtar, një breng. E ushqen një nevojtar. Ai e pagun borxhin dikujt. Ai ndihmon diçka. E shti pejgamberi selam tha, 7 punë, nëse njeriu gjendet në një punë, ata kanë me shku sevapet edhe pas vdekjes. Tha njeriu në varr ka me qenë, kanë me shku sevapet edhe pasi që të vdesësh. Njeriu cili ka diturinë e vet me shpërnda për hir të Zotit xhela xhelaluhu. Mos më ndal. Na sot dina të mendu se mundi çka më të bëj. Këtë leta sot, ki librat, përpara dash me bë librat me lip një hadith atje, një hadith këtu. Që tash tanat mirat i kanë edhe xhallarët edhe çka do më mësu. A më herët a dash me u lodh. Një sahabi ka shku për një hadith. Prej Medinës ka shku në Shami Sherif. Me vetur me shku, njeriu lodhet. Ai ka ble një kal, një deve, thotë edhe jam nis për një hadith. Kam dëgjuar se ka një sahabi tjetër edhe ka shku në Sham. Me mor një hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka pas frikë se do të vdes, me këtë hadith se do ta shkruaj dikun. A e shifni se këto s'kan nejt kot me këto sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe për këtë Abdullah ibn Mas'udi ka thonë vallai njeriu në rrethot të rrije kot e kot. As punë dunjos, as punë të ahiretit. Duhet me gjetë njeriu vetën, ose punë dunjos, ose punë të ahiretit. Dhe për këtë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai cili ka dije dhe dinë vetë shpërndan, vallai ka më shku se vapi edhe pas vdekjes. Apo thot njeriu i cili mundet një ujë, një pus të afron njerëzve, ta bën prej burimit dhe të afron njerëzve ujin për më shërbe, për më pi, kanë më shku thot se vapët edhe pse ti nuk je i gjallë. Apo të qel një bunor. Për këtë thot i Ibn Omer se gjëja më e mirë për të dhënë njeriu sadaka është uji, thot. Se edhe xhehenemlit kur do të bëjnë muhabet me xhenetlit, kanë më thonë apo na jepni ujë dhe prej atyre që ju ka dhënë ushqime Allahu dhe xhelal. Fillimisht kërkojnë ujë. Me këtë thot Ibn Omer se nuk ka sadaka më të mirë se sa me dhënë njeriu ujë. E keni pa në Mekë, në Medinë, uji jepet shumë në haxh apo në Ramazan apo jashtë Ramazanit për iftar e kështu me radhë. Pse? Se me këtë ka argumentuar Ibn Omer se sadakaja më e mirë është me dhënë ujë. Që një pus njeriu ti nuk je i gjallë, apo pusi jot, çeshma jote ka më mbetë pas vdekjes derisa mbetet kjo dunjë. Dhe thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, nëse mundet njeriu një musaf dikun, le një musaf, le vakuf dikun, le të lexoj njerëzit. Kanë me shku se vapet edhe pasi që të vdesësh. Apo thot të mbjell njeriu një hurm. Ka përmend hurm se hurma ka dobi shumë. Është e shnetshme. Dhe për këtë ka përmend pejgamberi selam hurma që të mbillet. Apo edhe pemë të jetë. Dhe për këtë ka thonë selam, edhe nëse bëhet kiamet, e ki një fidan në dorë, ka thonë mbjelle, mos e lë. Se nuk ka njeri cili han prej pemës, qoftë hurm apo çfarë do lloj peme, apo vjedh, apo kafsha, apo shpendi, çdo kush që ka me hungër prej pemës kanë me shku sevapet. Edhe ai vjedhsi, i cili vjedh, edhe për atë që vjedh ai, ti kanë me shku sevapet. Nuk hub njeriu asnjëherë. Dhe për këtë duhet me pas kujdes ku gjendesh në çkëtë hadith. Ai për atyre që e shpërndan diturinë që të ka dhënë Zoti xhela xhelalu. A bën një pus, një ujë njerëzve më shërbi, a ke hap një banor, a ke mbjell një hurm, a ke marru një xhami. Një musafë ke lënë dikon vakëf që të tjerët të kenë dobi ta lexojnë. Apo a ke lënë një vlad mas pako që me lut Allahu xhelal donjëherë me të përmend për mirë. Është secili duhet me pa vetën se ku gjendet në këtë hadith. 7 punë dikun dush me qenë. Si e të ilmi dush me qenë të ujë. Si e të ujë dush me qenë të sadakaja. Dush me qenë dikun. Që me pasti një kron, një burim, edhe pse si e gjallë, ti me shku sevapet. Për këtë secili duhet me pas një projekt që me lën gjurmë. Sot dije, nëse nuk i jam projekti jo të vazhdon. Sa njeriu sot nuk ka. Imam Buhariu ka vdek. Imam Nevaviu ka qenë shumë i ri, ka shku. Libri i tij Riyadhus Salis ka shpinë do se ka. Qoftë shqip arabisht, vetëm ai libër gjendet. S'ka jetu shumë, nëse në prit me 70 vjet, kush e di se sa kemë me tu. Me rasia të i ri vjetër me pas një projekt, me lënë ndonjë gjurë. Pastaj që edhe nëse shkon te Zoti xhela xhelalu, me pas atë dert, atë gale që me mendu si Ibrahimi alayhis salam,
sot jam nesër se jam, ama më përmend njerëzit për të mirë. E shifni që pejgamberi çu ka shkuar ndoshta kjo ide, çu ka thonë. O Ibrahim alayhis ka thonë o Zot, bënëm që brezi i ardhshëm të përmendë për të mirë dhe ashtu ka ndodhur. Allahu dhe xhelali ka pranuar doan e Ibrahimit alayhis salam. S'ka njëri që e kënon e tehiatin e mos me çu salavatin mbi Ibrahimin alayhis salam. Edhe për këtë na lutim Allahu dhe xhelali që në këtë Ramazan, secili që ka një projekt, të lë diçka gjurmë pas vete, edhe nëse nuk është se vapat kanë më shku për të mirë, e inshallah Zoti mos Allah se dikush bën ndonjë projekt që i shkojnë edhe punë tek Shia, i shkojnë pas vdekjes. Po na lutim Allah që na bën për atyre që kemi ndonjë projekt dhe lojmë ndonjë gjurmë të mirë pas vdekjes, me na përmend për të mirë dhe me na shkuan se vapët dhe me u gjind në këto 7 punë që janë, që kanë ardhur në hadith, është njeriu apo nuk është, se vapët nuk kanë me të ndalë deri në kiamet. Allah na lutim që na bën për atyre që ne pranon ibadetet e adhurimet, na fal gjënat neve dhe ata që kanë shkuar para neve. Allah i shpëlbej që patët durim me ndëgju. Inshallah Zoti xhel xhelalu lut Allahun që na bën në xhenet së bashku ashtu siç na ka bën në këtë vend. Wa qulu qawli hadha fa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.